Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pllumpi Linçin. Profesor, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Profesor, sot BKH ka ushtruar kontrollet e ortaku i vjetër i zonjës Manastirliu, te Besnik Qullaj i kompanisë Genius Lab. Profesor, apo ndodh ajo që ju keni thënë që zonja Manastirliu do arrestohet, do e pret burgu? Mi mbrëma shqiptar kudo që ndodheni në për Evropë, deri në Kinë, shqiptar ka, Mirdita, shqiptarët e mi të Amerikës, të 50 shtetetve të Amerikës që ndodheni. Gazetarja më pyet për ministren që ka 13 vjetë, në të gjitha ministrit ka kaluar. S'ka lënë vend pa vajtur, s'ka lënë vend pa vjedhur, s'ka lënë vend pa bashkëpunuar me greket. Të dashur shqiptar, unë nuk kam thënë gjithmonë. Arrestimet do përfundojnë dhe do e në arrestimeve një numër aq i madh sa burgjet që janë në Shqipëri, 56 burgje, sidomos Korça, Fieri, Durrësi, Tirana, 315, 313 si e ka emrin. Pra nuk ka vend, sepse këta nuk dojen vetëm burg dashur shqiptar, po këta dojen të lidhur si dikur në Teksas, zinxhir në këmbë 2 metro e 1 metro zinxhir në 2 duart. Për arsye këta do binë rrugët, kodra do t'i shëshojnë, do punojnë më keq se slave atë që kanë bërë juve për 35 vjet. U vranë, pasurit u amuar, i adhan të huajve, fëmijët tuaj i përzen për të detit, shumë njerëz janë bërë ushqim për peshqet e detit tonë. Çfarë nuk u kanë bërë? Pensionin u shkatruan. Pra të dalë një pyetja, gazetare, jo do arrestohet, pa ajo do mbarojë në burg. Sepse të gjithë që më kanë shkruar ju, që më shkroni dashur shqiptar, më keni shkruar dhe kërkoni gjyq popullor, po ju do të bëni. Dhe këtë zotnin që e shihni dashur shqiptar, ky është një hajdut, një kriminal që u bën vizita njerëzve, gjakun e njerëzve, tallet me shqiptarët, u merr para, pastrim parash. Pra ky, jo burgun që ka pak, po ky duhet litari. Këtë dëm që i ka bërë kombit shqiptar, këtë dëm që i ka bërë jo vetëm kombit shqiptar, po shqiptarëve që i ka bashkëpunuar, që është bashkëpunëtori i grekëve dashur shqiptar. Pra, ka erdhur koha e arrestimeve. Profesor, sot Belin Këlliçi u paraqit në SPAK. I kallëzuar në SPAK edhe për falsifikim vule dhe rrezikon deri në 10 vjet burg. Profesor, çfarë mund të na thoni rreth situatës së zotit Këlliçi? Po çfarë të them unë për këtë djalin që ky deshte beshte dhe kryetari i Bashkisë të Tiranës, e mbani mend dy dashur shqiptar, ky person që shihni këtu, që s'ka patur brek, ka lloj kostume. Ky është ky person dashur shqiptar që e nxori presidentin e Amerikës dhe veten e tij në nevajtore e Brikopj. Ky person që është kapur në telefonet bashkëpunim me zveç kryeministra. Këta të dashur shqiptar, këta u kanë vjedhur. Këta joja janë me pëdem, po këta janë bashkëpunim me Serbin dhe me Grekët. Pra erdhi fundi dashur shqiptar, erdhi përfundimi që do arrestohen të gjithë, nuk kanë kuven. Pra nuk kanë kuven. Ai nuk vajti për denancim atje dashur shqiptar, po vajti për dhënë llogari. E thot, ka vajtur për denancim, ashtu si thoshte dhe kryetari i Bashkisë që kolegët e mi, u thoshte kolegët e mi të SPAK-ut. Pra, ja pra kolegët e tij ku është në burg. Pra, ky djalë i ri ka një vëlla që është këshilltari i Edi Ramës. Pra, këta gazetare janë një parti. Kjo parti, si PD e PS-ja, është parti e vrasjes, e korrupsionit, partie që i çfryzoi shqiptarët,
partia që i ka bërë policat slave, këta persona që thash më para, nuk ka vend ku i futëm. Kjo është arsye, dojen të gëzuar të burgosit që ne do hapëm dyert që t'i futëm këta. Profesor, sot zyrtarët amerikanë zbarkojnë në kuvend. Kam pasur takime me zotin Balla dhe zotin Bardhi. Mund të na sqaroni më mirë për cilën arsye ndodhen në takime? Të dashur shqiptar, unë ka 3 ditë që kam erdhur, basi i ka unë, si që kam thënë për mision, ishe në Amerikë, në vendet ku dushe të ishe, në vendet ku unë kam qenë për 51 vjetë, bëra deklarat që ande, Shqipëria ishe i qetësi sepse unë u largova. Erdha me njërë të henën, ka filluar revolta. Ka filluar revolta, ambasada që i thret njerëzit, i thret sepse të dashur shqiptar duhet tini të qartë. Nuk kanë imunitet ka 3 vjetë e caj, e hoqin imunitet. Dhe këto janë evidente që mbahen në kompjur. Pra i ka thritur të gjithë, si që thriti Pardije Peleshin me shok, dhe sot thriti atë të Librazhit, edhe atë të PD-s, të dymë duke se i ka thritur. I thritën për arsye se ata janë vetë non grada. Ata janë për të arrestuar, pra nuk kanë kuvend dashur shqiptar. Janë thritur, si që u thritën dikur kur u bë Spaku, 820 e vunë firme. Nuk kanë kuvend. Ti shumëtit nga këta dashur shqiptar ka kërkuar strehim politik. Po strehim politik bën kur je si dikur në kohën e komunizmit. Këta janë strehim ordinerësh. Ashtu si është zvenc kryeministri në Zvicër, do vi shumë shpejt, edhe ai mund të vdesi në burg. Për arsye se kanë vjedhur aq shumë dëm u kanë bërë ju dashur shqiptar, sa nuk e ka një histori kombi Shqipërisë. Kombi Shqipërisë për 35 vjetë kanë qenë njerëzit më ignorant, me alfabet, më rrugaq që nuk njohin babën e tyre. Çfarë them më tutje për këta? Pra, u erdhi koha dashur shqiptar që ju t'i shihni me sy, sepse u kanë mashtruar të dyja partitë dhe satelitët e tyre që janë bërë disa në parti, që këta satelitët e tyre dashur shqiptar kanë call center, që kanë hapur që i rje për shqiptar, pra të japi llogari, si shehuet të tjerë, ku i kanë, si i gjetën, pse erdhë nga englezët, se englezët ka filluar të dalën, të sjellën njerëzit se atë hypja si kishte Mbjermina e Zonja, që është me pseudonime, pra i dërgon englezët qëllimisht për dëmtuar kombi shqiptar. Po unë po u them englezëve, edhe rusëve, komunistave, bolshevikëve, që nuk është më koha e juaj. Njëherë e dëmtuar Shqipërinë në luftën e dytë botërore, duke firmosur si Churchilli, kryeministri i englezëve, me Stalin e firmoste coptuar Shqipërinë. Po jo, ka ardhur koha të coptojeni juve, të bëni fije, të qajni edhe ju njëherë fëmijët e stërnipat tuaj, atë që keni bërë kombi shqiptar. Një komb që ka krijuar botën. Një komb që ka qenë për herë të parë në Vatikan 3 popët e parë. Ku nuk kanë qenë president, kryeministër, ushtarak, general në të gjithë botën. Sa arritën dhe djali shqiptar George Washingtoni, presidenti i parë i Amerikës dhe generali i luftës që ka luftuar me englezët. Duhet ta dini mirë dashur shqiptar. Englezët vajtën të kapnin Amerikën. Washingtoni ishte general zbathur, kanë luftuar dhe i shtyn deri në pjesë që sot quhet Kanada. Më vonë erdhë francezët. Francezët erdhën për ta marrë Amerikën. Prap luftuan, i shtyn përsëri që sot quhet Kanada dhe Francë. Gjysma flitet frëngjisht, gjysma flitet gjuha engleze. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha jonë. Keni Amerikën me vete, jam unë këtu që jam. Ambasada këto ditë është në lëvizje për arsye se është ditë e fundit për arrestimet.
Balluku humb në kushtetuese. Bashkimi Evropian nis presionin nga brenda. Profesor, ju dije paralajmëruat kryetaren e gjykatës kushtetuese dhe duke se gjërat po lëvizin. Si Europa që dikur e mbështeste qeverin, sot po i bën presion. Profesor, si e shihni ju situatën? Dashur shqiptarët e mi, unë e thash mbrëm, pengesën që kemi patur neve, kemi patur nga dy organizatat që janë hajdute kriminele, një quhet Gjykata e Kushtetutës. Gjykata e Kushtetutës, dashur shqiptar, e bën qëllimisht sepse Gjykata e Shqipërisë, prokurorët e hodh në gjyq zëvendës kryeministre dhe Gjykata shqiptare e dënovi që të mos vinte më në zyrë. Kurse Gjykata Kushtetute, mund të shohim fotografia ta 5 veta, unë e lajmërova mbrëm këtë zonjën e fundit, Fiona Papayorgi. Papayorgi. Kjo e fundit që ka dhënë duart. Kjo është kryetarja e Kushtetutës, por shkaktarja është ai në fund aty e quajnë Genti Ibrahimi. Këta dashur shqiptar, këta e anulluan, që s'kan të drejtë. Dhe unë i bëra thirrje dje që të dalë sa më parë të shpëtoj pak, se dosja e këtyre është aq e madhe sa dhe një vagon treni nuk e mandot. Nga vjedhjet, këta janë gjyqtarë s'kan lënë vend në Shqipëri për 35 vjet. Diplomat e këtyre ne i dim fare mirë. Dosjet e këtyre janë spak, dashur shqiptar. Pra njëherë i them, urgjent dil dhe lejoje, sepse arestimi do bëhet e Ballukut këto ditë. Nuk ka spyetet për imunitet më. Një hajdute që ka vjedhur, po këta janë tërë hajdut, 35 vjet. Të dyja partit janë kriminale, hajdute, bashkëpunëtorët e serbit, bashkëpunëtorët e grekut dhe këta do përfundojnë në burg. Sado që t'jetë mosha, edhe 100 vjet t'jetë në moshën, me skenë do vejme ato dezgat e vdekjes, do vejnë në burg. T'japi llogari për ju. Pra, të dalem përsëri në fotoa e Evropës. Unë shkoj në foton e Evropës aty, shkoj ambasadori. A i me syze dashur bashkëdhetar shqiptar, është ambasadori i Evropës. A i zotnia desh nga bende këtu të martoshi burr me burr. Po jo, në tokën tonë të Shqipërisë. Shqipëria ka patriot. Shqipëria erdhi koha e patriotëve. A i tashi e pa që unë thash mbrëm, beson se kërkon të lahet, por nuk lata, a i nuk lahet as me detin tonë. I ka ndërguar që sa më parë të arestohen. Ne i dimat, po si që thash mërë para, këta ciganët që kanë vinë nga Evropa ambasador, si Soreka që erdi, Kocke Lëkur, u bën milioner, me gjakun e shqiptarëve, me parat e pensionistave, me parat e policisë, që policia është slev në tokën e vetë. Pra, ky zotnia me këto syze, çfarë nuk ka bërë në Shqipëri. Arriti, sa tha, unë jam krenar që kam bashkëshortin tim burr. Po shko atje nga je. Jo në tokën e Shqipërisë nuk do ketë kur këto gjëra. Sepse ne shqiptarët e njohim njëri tjetrin. Ne jemi një racë e bardhë, jemi një racë e zgjuar, jemi një racë që kemi 3 fe, katolik, krishterë dhe musliman. Por kur vjen koha, ne jemi bashkë. Ne e dim historinë tonë si kemi qenë katolik, e si u bëm musliman, por ne, flamuri tonë, është kjo feja jonë. Pra, gazetare, erdhi koha e arrestimeve jo vetëm të këtyre, po do arrestojnë shumë ish ambasador të Evropës, ambasador të Amerikës, janë 2-3 veta, do arrestojnë, do japin llogari para shqiptarëve e do t'u bëjmë gjyq popullor, vjedhjet që kanë bërë, t'i sjellën përsëri dhe të bëjmë burgun si u takon. Pra, erdhi koha dashur shqiptar, këto ditë do bëjmë vetëm arrestime. Profesor, a keni diçka për të shtuar?
Unë s'kam gjë për të shtuar gazetare, po ju duhet shkoni lajmet, disa lajme që duk po i thoni nuk i keni parë dofta, sot kanë vajtur më disa shtëpi, kanë kontrolluar, kanë kalluar shtëpitë e tyre, sepse kishin imunitet, po kanë vajtur kontrollojnë shtëpitë e tyre urgjent. Pra, të dashur shqiptar, u erdhi koha e juaj. Unë përsëri u pyes. Pilin që çdo gjë që thot, e thot realitet. Shumë gjëra nuk i kam thënë dashur shqiptar, sepse nuk do mbesoni. Unë nuk kam thënë që çdo gjë që është në tokën e Shqipërisë do të mini gradis. Do të jetë e juaja. Do jenë villat tuaj. Do jenë hotelet tuaj. Do jenë restorantat tuaj. Çdo gjë që është ngritur dashur shqiptar, është ngritur me gjakun tuaj. Është ngritur me gjakun e patriotëve që janë vrarë me shekuj. Të mos shkojmë lart, po 200-300 vjet. Të gjithë ata që janë vrarë patriotë së ndihen. A i shikoni rrugët e Shqipërisë, apo të Tiranisë bolshevike, me emra, me skulptura anti-shqiptarë. Të shumtit janë sërbë të dashur shqiptarë, po gjoja ishin partizan shqiptarë. Ku janë patriotët e Mirditës, patriotët e Tropojës, patriotët e Kuksit, të Dibrit, patriotët e kulturës, të Shkodrës? Ku janë? Ku janë patriotët e Labrisë, që luftuan me grekët? Ku janë patriotët që i mbrojtën vëllezit tanë Çamër, që nga Çamëria deri në Ullisht e Vlorës? Ku janë emrat e tyre? Pra, shpresa e kombit që jemi ne, që llamatisën disa në për televizore të quajtur jurist, të quajtur shkencëtar, historian, që s'janë historian në brevet, kanë vetë nga i shallë në qafët, si Rrugova dikur. Pra, këta llamatisën në për televizor kanë arritur sa dhe Skënderbeu e bën sërbë. Qëllimisht, po këta ama do japi llogari. Pse e themi ne në Skënderbeu do ngrem me mermer gati 30-40 metro, me 2 metro të lartë, do shkruajnë emrat e historisë, emrat e patriotëve që janë vrarë. Pa le këto 82 vjet, 46 vjet që ka pushkatuar patriotët. Fëmijët dhe niprat e tyre i kanë intrenuar, i burgosën. Deri me 74 s'kishin me për të vrarë. Fillonin të vrisin vetë si Beqir Balluku, me Meqeu, Kadriazbiu, e të tjerë, Dume, e që janë ata. Fëmijët e tyre, dashur shqiptar. Balluku, zëvendës minister, Hajdute, që thoshin ka 30 apartamente, jo zotni, ka me qindra, me mira hotelja. Ato do t'i kini ju. Kjo është që kemi bërë qeverin teknike. Por unë jam mangët të dashur shqiptar, po e them hapur. Unë kërkoj intelektual të vinë për një qeveri, të vinë të zgjidhen ambasador, të vinë për polici, të vinë për evian shqiptare, dhe kemi bërë dhe stampë, të vinë për inteligencë shqiptare, se shqiptar din 3-4 gjuhë. Për këtë u kërkoj urgjent të vini. Ju do vini, ne me një shkojmë në zyrat e reja. Ne kemi qelësit dashur shqiptarë. Kudo që të shkojnë këta, kanë kërkuar shtrim politik, e i them edhe Ramës, Ram ti e dënuar në Amerikë. Është përhapur në për televizor, që Rama do shkoj. Ram. Unë nuk dua shqiptarët që të vdesën në përburgjet e botës, si që po vdesën patriotët tonë, djemë të ri, burgje në Itali, burgje në Greqi, burgje në Francë, burgje në Itali, që ne do t'i sjellëm përsëri. Edi Rama ul kokën, dorëzohu vetë në SPAK, jo sot, mbasi ne të bëjmë qeverin të nesmen, si që kam thënë, sepse ju kërkoni revolt, kërkoni të bëni një 97, që kur nuk e keni për të bërë, pa marrësi se shefat e policisë, t'i quajtur shefa nga ju, i keni ju, por ata s'bin do të gjë. Ne jemi në kontroll, ne kontrollojmë çdo gjë. Si dije që tha drejtori policisë,
organizata e jone policisë. E harroj që kështë dërmend organizatat e krimit. Ajo nuk është organizat, pa ajo është qeveria dhe policia e shtetit. Që deri më sot është policia slave. Punojnë për $600. Kurse ju, me një parat i diqeni për para njerëzve dhe beni hargjoni miliona dhe $10,000 i gris me dorë në sytë të popullit si para disa vjetëve, një djali i një banke fshinte me $100 fytyrën. Por jo, ne i kemi të gjitha në kontrol dashur shqiptar. Ne nuk pyese që është fëmijë apo që është në moshën të vjetër. Dove në burg. Të japi llogari që të mësojnë niprat e sëniprat e ashëm që kush është Shqipëria. Kjo kushtetut dashur shqiptar është kushtetuta amerikane. Kushtetuta amerikane duhet tini të bindur. Është kanuni që është bërë 300 vjet përpara. Është bërë në Amerikë. Ai kanun do të bëhet përsëri këtu. Do të jetë ligji një për të gjithë. Se ti je president ose ti je punëtori i thjesht, dënohesh njësoj. Ju e patë edhe vetë, unë e them përsëri. Dhe presidenti i Amerikës i quhet mbreti i botës. Ka vajtur 28 herë në gjyq, rrite si Zus. Gati i bënte duart para gjyqtarëve. Kurse këtu, kjo moj kushtetut që keni bërë juve, me atë kushtetut 7501, vetë keni vjedhur miliona $, kurse në përburgjet janë për një dritë, për një cigare, për një se ka hapur pusin, apo për një tjetër që ka odysur qatin, ja keni marrë parat. A e shini dashur bashkëdetar që keni fëmijë, juve po kujtoj unë tani, keni fëmijë të jashtë, u kanë erdhur që të udisen qatin, kur zbresen në aeroportin e Tiranës, që aty fillojnë u marrë para. Kur vinde deri juaj, ato para që i kanë sjellë për të rregulluar qatin, apo për të hapur një pus, apo për të rregulluar një diçka brenda në shtëpi, s'ka para. Ja kanë marrë hajdutët, se i din. A here që prisni me. Pse rrini në gjumë? Unë nuk o them revolt. Unë si që a thash edhe mbrëm. Ne do bëjmë një me qiri në dorë që të mbushet bulevarti, ky bulevarti që u vrani, 21 janar 4 veta, e u plagos. Që s'ka ndodhë vaki do njëherë. Edhe tuaj që na ka nërë dhe na ka shkelur, nuk i ka vrarë drejt për drejt. I vranë nga dritarja e nga taraca e kryeministrisë. Pra, të dashur shqiptar, këta janë në gjyq për krimet që kanë bërë. Këta nuk kanë kuvend. Pra, shkurtimisht, e them, unë po flasë sot si kryeministër i qeverisë teknike. Dhe ne do shkojmë shpet. Pilin që ka ardhur be mision. Jo të se kam dashur, nuk më mëngon asgjë në Amerikë. Stërgjyshve të mi nuk i ka mënguar asgjë. Pa marrësi se në kohën e komunizmit Pilinçi s'kishte këmish të vishqe. Sepse ti intrenuar. I arnonin nëna tona, po i kishte të pastra. Por në Amerikë Pilinçi është një gjendje si dikur kur ka qenë familjet e mia. Po Pilinçi ka ardhur për kombin tim. Për ta bërë Shqipërinë me kufi natyrore dhe ka marrë formë të prerë. Po i them Kosovës, erani sa më shpejt kosovar, ke nëna juaj këtu në Shqipëri. Se fëmijët janë të shpërdar. Një e kemi në Kosovë, një e kemi në Maqedoni, një e kemi në Malzi, dhe tokën e shkatëruar fëmijën tjetër e kemi në Qamëri. Do t'i marrëm. U thash për luftën e tretë botërore, e shumë e ashpër. U lajmëroj shqiptarët kudo që janë në Angli o në Francë. E janë në Shqipëri për pushime. Sepse do bet nami. Jo në Shqipëri, në armijët tonë shekullor. Ata armijë që na kanë coptuar 12, 17 me radhë. Çfarë të them unë, numrat janë shumë të mëdhaja. Numrat e coptimit që na kanë bërë ne. Nga vranë. Aman. Që të hypër në qafë, s'kishtë ndodhë njërë kjo. Të hypër në qafë lupi, këta palat hajdutët,
Këta që s'njohin babën e tyre, u kanë hypur me qafë pensionistëve. I kanë hypur me qafë policisë. I kanë hypur me qafë arsimit. Kanë mbyllur shkollat. Qëllimisht, drogë më të 4 anë, të vesh në për shkollat, drogë. Pa para u apin, që ti elmojnë të rinë, të dashur shqiptarë, keni kujdes fëmijë, e keni me ditë, do ketë liqë shumë të fortë. Keni kujdes. E njerë po them dashur shqiptarë, kush ka marrë para në përbangat, për para për të blenjë një shtëpi, o diçka, o për të disur shtëpin, mos i ipni, sepse nuk janë banga, janë banga Hajduti. Gruaja e Edi Ramës ka 3 banga dashur shqiptarë. E solli Rrugacin nga Amerika, është nga toka jonë Malizi, pastrus në Amerikë, una të tregova dhe vilin që kanë, e solli Gjoja si ekonomist i bangave. Jo, solli e disa nga India, janë bangat e këtyre, bangat e Ilirit, bangat e Saliut, bangat e Edi Ramës, bangat e Nanos. Ndaloni mos ipni asnjë para, sepse ato janë banga falsifikimi. Asnjë bangë. Spitalet janë të tëra të falsifikuara që thonë spitali amerikan. Të dashur shqiptar, Amerika s'ka spitale, ka vetëm ushtrinë. Pra, shkurtimisht, ne do shihemi përsëri nesër. Duroni se keni duruar 35 vjet. Duroni e këto ditë. Unë i them përsëri këtyre ambasadorëve të Evropës. Rrini urt që kur të vi qeveria në zyrat e reja, ju do arrestojni. Ligji i Shqipërisë do t'jetë shumë i ashpër për ju. Vjedhjet që ju keni bërë, ne i dim ku i keni parat të fshehura në për Evropë. I dim që i keni vënë në Zvicër, po jo. Amerika i gjen kudo dashur shqiptar. Jo si dikur. Kur them Amerika, ne e duam Amerikën. Unë jam Amerikan 100%, po jam me mira vjet, gjysh stërgjyshi, jam shqiptar. Për këtë kam erdhur dhe për këtë dua ndihmë nga ju, për veten tuaj, jo për Pilinçin, se e thash Pilinçi është në gjendje. Po kam erdhur për ju, nuk më zë gjumi natë ditë, sepse po shoh ëndër kampet e internimit. Po sidomos të kohë që jam në Shqipëri, po shoh gjëra hikmete, të ndarë groja nga burri qëllimisht. E ndan gjyqtari dhe i jep dhomën burrit dhe gruas i jep dhomën tjetër, që të rrihen të vriten, të eliminojnë shqiptarët. Kanë arritur poshesën fëmijë. Të dashur shqiptarë, ne jemi shqiptarë me karakter. Mos dëgjoni televizorit, të gjithë televizorit janë qëllimisht për të sharbatuar shqiptarët, për të ullur autoritetet shqiptare. Mos shikoni televizorit, në Top Channel, në Klani. Ato janë anti-shqiptare. Pra dashur shqiptar, unë po e përfundoj. Prisni këto ditë, arrestime nuk ka imunitet. Pra Balluku, si gjifare, shko në burg. Po janë shumë njerëz që ju si dinit, si Këlliçi, nga PD-ja s'ka filluar. Kur të fillojë nga PD-ja do habiteni. Vilat e tyre dhe konfiskimet e tyre. Natën e mirë dashur shqiptar, miru pafshim nesër, kemi shumë gjëra për të thënë, po ju duhet i dëgjoni me vëmendje dhe vetëm ne që quhemi shpresa e kombit dhe një gjë u them dashur shqiptar. Mja me flamur e partive. Mja me flamur e partive. Ky është flamuri tuaj. Kur të vini që t'u lajmëroj, do bi plani këtë javë, javë tjetër do të them se ku, të vini me flamur shqiptar dhe me flamur amerikan në dorë. Jo me flamur partije, s'ka më parti. Ka komp, ka Shqipëri, ka me kufi natyrore dhe të vi historia që ka deshur Shqipëria. Pra, rrugacët, të quajtur filozof, të quajtur shkrimtar që dalën në televizor, ata do të jenë në burg, të lidhur me zinxhir, të punojnë, të shihni me sy tuaj çfarë kanë bërë. Natën e mirë dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 6. Profesor, të falenderoj. Të dashur miq, shihim transmetimin e radhës. Faleminderit.